Më 13 shkurt 2026 u hap Forumi i Sigurisë në Myni, një ngjarje ndërkombëtare që mbledh lider politik dhe ushtarak për të diskutuar sfidat globale të sigurisë. Në fokus të këtij edicioni ishte Ukraina, forcimi i bashkëpunimit midis NATO-s dhe Bashkimit Evropian, si dhe përshpejtimi i dërgesave të ndihmës ushtarake dhe mbrojtjes ajrore mbas sulmeve të fundit ruse. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se Rusia po pëson humbje marramense dhe paralajmëroi kundër propagandës që e paraqet Moskën si të paprekshme. Ai vuri në duke bashkëpunimin më të fortë ndonjëherë midis NATO-s dhe Bashkimit Evropian dhe përpjekjet e Europës për të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, bëri thirrje për përshpejtimin e furnizimeve me raketa për mbrojtjen ajrore dhe theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ushtarak dhe industrial me Gjermaninë, duke shpallur krijimin e një ndërmarrje të përbashkët për prodhimin e dronëve. Ai nënvizoi qëllimin për përfundimin e luftës me një paqe dinjitoze dhe krijimin e garancive të besueshme të sigurisë për Ukrainën dhe Europën. Sulmet e fundit ruse që përfshin 25 raketa dhe mbi 200 dronë shkaktuan dëme të konsiderueshme në infrastrukturën energjitike në Kiev, Odessa dhe Dnipro, ndërsa Zelensky shprehu skepticizëm për bisedat e planifikuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke theksuar mungesën e një përgjigjeje të qartë nga Moska. Në konferencë mori pjesë edhe kancelari gjerman Friedrich Merz, i cili deklaroi se Rusia nuk ka gjasa të përfundojë luftën derisa të jetë ekonomikisht dhe ushtarakisht e raskapitur. Po i afrohemi kësaj kohe, tha ai, duke shtuar se aleatët perëndimor duhet të bëjnë gjithçka për ta çuar Rusinë në një pikë ku të mos shohë më avantazh në vazhdimin e kësaj lufte. Ai theksoi gjithashtu mungesën e gatishmërisë së Moskës për t'u angazhuar seriozisht në bisedimet e paqes, ndërsa pushtimi hyn këtë muaj në vitin e 4. Konferenca mbledh mbi 1000 pjesëmarrës nga më shumë se 115 vende dhe presidenti i Ukrainës do të marrë pjesë në një panel diskutimi të shtunën, të titulluar Koalicioni të aftëve, sigurimi i mbështetjes afatgjatë për Ukrainën.